Maturantët e Shkodrës ju nënshtruan sot provimit të fundit të maturës shtetërore 2026 aty të lëndës mesgjedhje, duke përmbyllur kështu ciklin e testimeve kombëtare. Pas përfundimit të provimit, maturantët u shprehën se testi ishte i nivelit mesatar dhe brenda programit orientues. Provimi krejt mirë, mendoj se ishte normal thjesht, ndoshta prej faktit që është një lëndë që e kena zgjall vetë, por që ishte i nivelit mesatar dhe t'ullt, kështu që mendoj se ka shku shumë mirë, jo vetëm mu, po edhe pjesë tjetër. Më i vështirë mendoj se ka qenë letërsia, gjuhë letërsia, por që mendoj se në provimet që kena dhënë kanë qenë i nivelit mesatar dhe t'ullt, kështu që nuk ka se mendoj se kam harë personalisht vështirësi të njëri prej tyne, kurse jo rej sukses edhe tonë maturantëve. Provimi kisha biologjin me zgjedhje, pra ishte mesatar për një që mëson atë në rregullisht edhe kështu, besoj se kam dalë me rezultate të mira. I ky i biologjisë, por që unë desha me voti falënderime faktikisht për zyshën time kujtësore që e kena pas edhe të biologjisë është zyshën i Keta, për profesor Diterin që më ka shtyt domethënë ECSS gjithmonë më përpara. Provimi ishte mesatar, kishte da pyetje, si më thonë ty, pak të shtira, edhe çdo pyetje ishte krejt që kena mësuar qysh fillim vitit, edhe ishte shumë i mirë. Provimi ishte shumë i thjeshtë dhe e kena bota na. Ishin disa pyetje që ishin pak shtira, po e dolme. Për mua ka matematika. Me zhvillimin e provimit të lëndës mesgjedhje mbyllet zyrtarisht procesi maturës shtetërore 2026, ndërsa maturantët tashmë presin rezultatet përfundimtare dhe hapat e mëtejshëm drejt studimeve universitare.